إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Besimtar të nderuar, në historinë ose në jetën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne si musliman marrim mësime të shumta, përfitojmë dobi të mëdha, gjejmë ngjarje madhështore, mrekulli të shumta, të cilët s'ka dyshim që ndikojnë tek besimi jon, ndikojnë tek sjellja jon, ndikojnë tek praktika jon fetare në këtë dynja. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të ndalemi me një mrekulli prej mrekullive madhështore që Allahu Azza wa Jall i ka dhuruar profetit e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të treguar për krahjen e tij të qartë ndaj jo besimtarve, për të treguar se Allahu Azza wa Jall është ai që e ndihmon profetin e tij dhe është ai që do ta bëjë triumfues ndaj cilit do prej mushrikinëve, idhujtarëve dhe jo besimtarëve. Ajo është al-Isra wal Mi'raj, ngjarja e Isras dhe Mi'rajit, që do të thot ngjarja e ecjes mbi tokë dhe ngjarja e ngritjes e udhëtimit në përqiej apo udhëtimit hapësinor, siç cilësojmë sot në ditët tona. Allahu Azza wa Jall këtë ngjarje madhështore e ka përmendur në librin e tij në surën Isra, madje një sure prej sureve të rëndësishme të Kuranit, e emërtohet me këtë emër, surja Isra, ku Allahu thot në fillim të saj: Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. I lavdëruar qoftë ai që e mbarti robin e tij, pra Muhamedin, natën nga xhamia e shenjtë Qabja, pra në Mekë, në xhamin e largët në Palestinë, në Quds, rrethinën e së cilës ne kemi bekuar për t'i treguar atij disa nga mrekullitë tona. Gjithashtu e ka përmendur Allahu Azza wa Jall të ngjarje edhe në surën Najm, një tjetër sure prej sureve të Kuranit. Gjithashtu të ngjarjen e Isras edhe Mi'rajit e ka përmendur edhe Imam el-Bukhari dhe Imam Muslim, dy nga imamet e mëdhenj të Islamit, të cilët kanë shkruar dy libra të rëndësishëm, që mund të themi që janë dy librat më të rëndësishëm mas Kuranit, ku kanë shënuar, pra kanë bërë koleksionet më të rëndësishme të haditheve profetike ose fjalëve të profetit Muhammed, tregimeve të profetit Muhammed, veprimeve të tij edhe miratimeve. Tregon se profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot:
më sollën burakun. Xhibrili alayhis salam erdhi kur ai ishte në Mekë dhe i solli atij burakun, që është një gjallësë, ku thot profeti Muhammed që është pak më e lartë se sa gomari, pak më ulët se sa mushka dhe është e gjatë. Dhe ajo ecën aq shpejt sa që e hedh hapin atje ku arrin shikimi i saj. Dhe unë hipa në të derisa shkuam në Beitul Muqaddas, pra derisa shkuam në Quds, në xhamin e shenjtë të Qudsit në Palestinë. Dhe e lidha atë në vendin ku profetët e Allahut Azza wa Jall kanë lidhur mjetet e tyre, kafshët e tyre me të cilët udhëtonin. Pastaj hyra në xhami dhe fala 2 rekat namaz, pastaj dola dhe Xhibrili alayhis salam më ofroi 2 gota me pije, njëra me qumësht dhe tjetra me verë, dhe unë zgjodha atë që ishte me qumësht, edhe më tha Xhibrili alayhis salam që zgjodhe fitran, natyrshmërinë e pastër. Pastaj thot, unë ngrita në qiej, pra Xhibrili alayhis salam bashkë me profetin Muhammed, bashkë me këtë gjallës burakun, unë ngritën në përqiej. Pra udhëtoi vëllezër nga Mekka në Quds, ku është një udhëtim që në atë kohë bëj për 1 muaj me deve. Kurse profeti Muhammed, Allahu ja mundsoi që të shkojë aty për disa momente. Po jo vetëm se kjo është, mund të themi, e lehtë, po pastaj profeti Muhammed udhëton nga Xhamia Aksa për në qiell. Kalon në 7 qiell. Shkon në qiellin e parë, kërkon leje Xhibrili alayhis salam. Edhe pyetet se cili është, thot jam Xhibrili, më keje, jam me Muhamedin. A është sjell aty shpallje nga Zoti? Po, thot, dhe jepet leje. Aty në qiellin e parë takon Ademin alayhis salam. Edhe i thot jepi selam se ky është babai yt Adem. Dhe jep selam profeti Muhammed alayhis salam dhe ja kthen dhe thot mirë se vjen o djali i mirë dhe profeti i mirë. Pastaj e pa Ademin alayhis salam që ai herë hidhte syt nga e djathta e tij dhe herë hidhte syt nga e majtë e tij. Kur shikonte tek e djathta e tij, pra që ishte një, mund të themi, turm shumë e madhe ose një e zezë shumë e madhe, që tregon domthon një muri të madhe njerëzish. Ai thot qeshte. Po kur shihte nga e majta, qante. Thot Xhibrili, ç'është me këtë? Thot Muhamedi alayhis salam, ç'është me këto Xhibril? Thot, këto janë bijtë e Ademit, njerëzit, pra ne njerëzit. Ato nga e djatha janë ato që do të hyjnë në xhenet. Dhe kur i sheh ata Ademi alayhis salam, qesh dhe kënaqet. Ama kur sheh ato nga ana e majt, thot, janë ata njerëz që do të përfundojnë në xhehenem. Dhe atëherë ai qan, pra, nga pikëllimi për pasardhësit e tij. Pastaj, kështu me radh kalojnë në qiellin e dytë, aty takon profeti Muhammed alayhis salam Isan, birin e Merjemes, bashkë me djalin e tezës tij Yahya, të 2 profet, dhe jep selam, dhe ato përshëndesin me selam dhe i thon mirë se vjen vëllai i mirë dhe profet i mirë. Pastaj kalon në qiellin e dytë dhe aty takojnë Jusufin alayhis salam, e përshëndesin Jusufin dhe thot ishte dhënë gjysma e bukurisë, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse Jusuf ka qenë shumë i pashëm, shumë i bukur alayhis salatu wassalam. Dhe pastaj kalojnë në qiellin e 4 dhe aty takojnë profetin e Allahut Idrisin, të cilin e përshëndesin me selam, edhe ai ja kthen mirë se vjen vëllai i mirë dhe profeti i mirë. Në çdo qiell që kalojnë vëllezër, kërkojnë leje, sepse qiellit ruhen nga me lajket Allahut dhe kujdeset për këto qiell me lajket Allahut. Pastaj shkojnë në qiellin e 5 dhe aty takojnë Harunin, profetin e Allahut Harun, vllajin e Musës alayhis salam. Dhe në qiellin e 6 takojnë profetin Musa, i cili është një nga 5 profetët më të mëdhenj. Edhe kur ngjitën në qiellin e 7, pasi kanë marrë leje, aty gjejnë Ibrahimin alayhis salatu wasalam mbështetur në Beitul Ma'mur. Pra siç është Beitullah, shtëpia e Allahut, Qabja në Mekë, ashtu është Beitul Ma'mur, pra shtëpia e vizituar, që gjithmonë pra nuk është bosh, nuk është pa vizitor. Sepse
Në çdo moment aty ka me lajket, prej me lajkeve të Allahut që vinë e bëjnë adhurim, bëjnë tavaf, për të cilët thot profeti Muhammed që aty për çdo ditë vinë 70.000 me lajke, të cilëve kur më nuk u vjen rradha. Pra imagjinoni vëllezër sa shumë me lajke prej me lajkeve të Allahut ka krijuar ai, dhe që vinë bëjnë adhurim në atë vend dhe nuk i vjen më kur rradha. Mbase shumë njerëz mund shkojnë Qabe vit për vit apo më shpesh. Edhe pse ka shumë njerëz që shkojnë në Mekë. Kurse këto me lajke prej me lajkeve të Allahut Azza wa Jall, që kur janë krijuar derisa të jetë dynjaja, kur më nuk i vjen rradha. Edhe kur e jep selam Ibrahimit alayhis salam, thot Ibrahimi mirë se vjen, o bir i mirë e profet i mirë. Thot jepi selam ummetit tënd, pra popullit tënd muslimanëve. Edhe i thuaj që xheneti uji i tij është shumë i ëmbël. Aroma e tij është shumë e këndshme. Toka e tij është shumë bjellore, por ajo është djerë, pra është e pambjellë. Dhe ajo që e mbjell xhenetin janë të fjalë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pra janë të fjalë dhikr që duhet muslimani sa më shumë t'i bëj, aq më mirë. Pra t'i bëj vazhdimisht të përmend Allahun Azza wa Jall. Vetëm në raste ku nuk përmendet Allahu Azza, siç është edhe dita xhuma. Se ngaherë shoh disa vëllezër që luajnë me tespijat. Ditë xhumaje nuk bëhet dhikr në ditë xhumaje me tespih. As luhet me telefon, as me diçka tjetër. Sepse fjalimi i ditës xhuma vëllezër është shumë i rëndësishëm. Është njëjtë me namazin. Allahu na bekatoft. Pastaj përsëri vazhdon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me Xhibrilin alaihi salam derisa arrin tek Sidratul Muntaha, siç e ka përmend Allahu Azza wa Jall që është një pemë. Thot edhe atë mbuloi diçka nga urdhri i Allahut ose krijimi i Allahut, që është ndërroi në diçka shumë të bukur, shumë madhështore. Sa që thot profeti Muhammed nuk ka njeri, pra nuk është e mundur që njeriu ta përshkruajë atë në bukurinë reale, pra në atë që pa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ai pa aty Xhibrilin alayhis salam në pamjen e tij reale, me 600 krah, pra madhështinë në krijesën e tij reale siç e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Edhe ishte shumë pranë me të me Xhibrilin. Por që është edhe akoma më madhështore se kjo që ne treguam, sa ju afrua dhe foli me Allahun Azza wa Jall. Dhe ishte shumë pranë Zotit krijuesit të qiellit dhe tokës, i cili është mbi 7 qije, pra, se normal, prandaj ka udhëtuar profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mesxhidi Aksa, qiellin e parë, të dytë, të tretë, kështu me radhë, sepse Allahu Azza wa Jall është më i larti, ai është mbi 7 qije. Dhe aty për treguar madhështinë e kësaj që vjen më pas, Allahu Azza wa Jall e urdhëron profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam me 50 namaze gjatë ditës. Me 50 herë, falemi pra 50 herë. Pra një nga ngjarjet që ka ndodhur në këtë udhëtim madhështor është edhe kjo çështja e faljes së namazit. Dhe kjo tregon lartësinë dhe madhështinë dhe rëndësinë që ka ky ibadet, ky adhurim, ky rit për robin, për muslimanin, që kurse si nuk duhet ta toleroj, ta neglizhoj. Pra Allahu e ka thrit profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë udhëtim kaq madhështor, kaq pa imagjinueshëm për mendjen e njerëzore në atë kohë, për t'i bërë obligim 5 kohët namaz. Pra fillimisht ta 50. Mirë po kur zbriti dhe takoi në qiellin e 6, siç tham, Musa alayhis salam, Musa e dinte dhe i thot: "Çfarë të urdhëroj Zoti yt?" Tha: "Më urdhëroi me 50 namaze." Janë shumë, tha. Nuk mundesh, unë kam eksperiencë me popullin tim, nuk i bajnë njerëzit, nuk e zbatojnë. Ktheu dhe kërkoj Zotit tënd lehtësim. Kthehet profeti Muhammed, ja ul 10 të tjera. Pastaj kur zbret përsëri dhe takon Musa alayhis salam, përsëri i thot: "Janë shumë, nuk i bëjnë dot." Ktheu kërkoj Zotit tënd lehtësim. Shkon përsëri, ja ul 10, e kështu domon deri në 40. Përsëri thot Musa, shko përsëri, dhe ja ul Allahu dhe 5 të tjera, dhe mbeten 5 namaze. Shkon përsëri në qiellin e 6, profeti Muhammed, përsëri thot Musa, ktheu, se janë shumë, nuk do të
Kam frikë se nuk do t'i baj populli jot. Siç Allah në rujt fatkeqësisht shumë musliman, dhe detyrë kaq madhe nuk e përballojnë, i duket shumë e rëndë. Megjithëse është e lehtë, pra nuk e kryen të obligim të madh. 5 kohët namaz në ditë. Pastaj thot profeti Muhammed, unë kam turp tani, shkoj më tek Zoti im të kërkoj. Pra, shkova shumë herë që ti kërkoj ulje. Shkoj ma ul. Kam turp, shkoj përsëri të thej ma ul. Dhe domthon tha 5 kohë namaz. Atëherë thot Allahu Azza wa Jall, ato janë 5, po tek unë janë 50. Kështu që muslimani kur falet besimtar 5 herë në ditë, tek Allahu Azza wa Jall është sikur është të fal 50 herë. Shpërblimin e ka për 50 namazet. Pra ky udhëtim madhështor vëllezër që unë e përmenda shkurtimisht për tregu domthon sepse kjo ngjarje e Isras dhe Mirajit ka edhe shumë detaje të tjera. E rëndësishme është sepse nga kjo ngjarje ne nxjerrim mësime shumë të mëdha dhe dobi të ndryshme. Një nga ato mësimet më të mëdha është se Allahu Azza wa Jall mirësitë e mëdha, dhuratat e mëdha, gjërat më të çmuara, më të vyera, nuk t'i jep thjesht, lehtë, po t'i jep pas provash, pas mundimesh, pas vujtish. Sikurse dhe kjo mrekulli e madhe dhe dhuratë e madhe që ja dha profeti ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas gjithë këtyre viteve vujtjes të profetit ton sallallahu alaihi wasallam me mushrikët e Mekës, me jo besimtarët, kur domthon nga vujtjet më të shumta. Po sidomos pranë këtij udhëtimi ku ai, si më thonë, u izolua nga Kurejshit në luginën e fisit të tij, pra në një nga luginat në Mekë, për 3 vjet rresht, ku njerëzit vuajtën aq shumë, sa që nuk gjenin çka të hanin, sa që thot një nga sahabët Sa'd ibn Abi Waqqas, një natë thot dola të urinoj, diku domthon larg, edhe dëgjova një zhurmë, kërcitje. Edhe pash që ishte një lëkurë e vjetër deveje. Pra imagjino ku ishte uria vëllezër. Se dikush për ne ku ngjon të thotë, ç'është kjo? Është gjë e bezdisme. Ama kur njeriu është i uritur, ndryshon tematika, ndryshon imagjinata e robit. Nuk është ajo që e ka në komoditet. E mora thot, e lava, e pastrova mirë thot, e thava thot, edhe e zbuta me ujë thot dhe pija ujë prej saj sa që më fuqizoi 3 ditë rresht. Pra 3 ditë rresht ai nuk kishte çat hante, po nuk ishte i vetmi Sa'd ibn Abi Waqqas. Ata që ishin izoluar, imagjinoni sot banorët e Gazas, i keni pa në kohët moderne ku jetojmë ne me civilizimin, bota që të trume, prallat. Domthon që vdesin, kanë vdek fëmijë nga ushqimi, kanë vdek. Në atë kohë ka qenë më e egër. Ka qenë më i keq izolimi i mushrikëve të Mekës ndaj profetit Muhammed, fisit të tij dhe muslimanëve. Pra me njerë sa doli nga kjo gjendje 3 vite, ati i vdes përkrahja, ose ai që e përkrahu më shumë xhaxhai i tij Ebu Talib. Dhe profeti Muhammed u pikëllua shumë nga kjo sprov, nga ky mundim. Pastaj nuk kaluan pak ditë dhe vdes edhe bashortja e tij, Khatija, ajo që e përkrahu me veten e saj, me pasurinë e saj, që ishte njeriu më i afërt i profetit Muhammed, normal, shumë i pikëlluar. Kështu që deshi profeti Muhammed gjej një lloj zgjidhje për misionin e tij, për barrën që i kishte ngarkuar Allahu Azza wa Jall, dhe deshi të shkojë në Taif, tek banorët e Taif, se mos ndoshta ato do ta pranojnë Islamin dhe do ta përkrahin edhe do të dalë nga kjo situatë e vështirë. Mirë, po akoma më keq i ndodhi. Banorët e Taifit e tallën, e nënçmuan, e përbuzën, edhe i nxorën me ndjelehtit fëmijët, ta godasin me gur edhe ta ndjekin nga pas. Derisa ai sallallahu alaihi wasallam gjeti një kopësht ku, si më thon, shpëtoi dhe u mundua të shpëtonte edhe hyri në të. Aty ju lut Allahut Azza wa Jall me atë duan shumë të njohur dhe të famshme, ku i thot Zotit vet, profeti Muhammed thot: "O Zoti im, thot, unë tek ty e paraqes dobësinë e forcës time, pra nuk kam forcë. Dhe unë jam i dobët dhe nuk kam shumë mundësi të manovroj ndryshe. Edhe unë tek ti ankohem për dobësinë time para njerëzve dhe në çmimin të tyre. Ti dhe ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. Ti je Zoti i të dobëtëve dhe ti je Zoti im. Tek ku po më lën, thot. Tek një i largët, thot, që domthon ai më sheh gjithmonë me inat nga lart,
apo tek një armik që ti e ke në dorë çështjen e tij. Ama nëse ti nuk je i zemëruar ndaj meje, nuk e kam problem. Gjithë to vujtje nuk është problem. Vetëm ti o Zot mos jesh i zemëruar me mirë. Por diskutohet që falja jote dhe mirësia jote është më e dashur për mua. Kërkoj mbrojtje me dritën e fytyrës tënde, e cila ka ndryshuar çdo errësirë, dhe përmes të cilës ti ke rregulluar çdo çështje në këtë jetë edhe në botën tjetër, të më ruash se mos zbret mbi mua zemërimi yt, edhe ty të takon falënderimi derisa të kënaqesh, dhe nuk ka forcë dhe ndryshim vetëm se prej teje. Edhe si duket mas saj duaja, Allahu Azza wa Jall diskutohet që ja pranon duan profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për t'i treguar njerëzve që sado që ju e keni braktis të njëri, sado që ju luftoni këtë, sado që jeni bërë gjithë kundër ti, ka kush e ndihmon, ka kush e përkrah, ka kush e nxjerr triumfus. Allahu Azza wa Jall dhe banorët e qiellit janë ata që e respektojnë më shumë, kanë më shumë mall për të dhe e duan më shumë. Kështu që erdhi ky udhëtim për të qenë një farë mënyre edhe ngushëllim për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe për t'i dhënë atij forcë. Tjetër mësim i rëndësishëm që nxjerrim nga kjo ngjarje e vëllezër është qëndresa. Besimtari duhet të jetë i qëndrueshëm në lidhje me besimin e tij tek Zoti i vet. Kur s'duhet ta humbi besimin tek Zoti. Nëse ti braktis Zotin, Allahun Azza wa Jall, krijuesin e qiellit dhe tokës, çka të duhen të tjerat? Çfarë nevojitën çdo gjë që ka në këtë botë? Nëse ti humbet Zotin, ke humb gjitha. Ama nëse ti je në rrugën e Allahut Azza wa Jall, çdo që të humbësh, përsëri je i fituar. Edhe një nga ata që e kanë dhënë shembullin më të lartë në këtë ngjarje, në lidhje me qëndresën, është Ebu Bekr as-Siddiq, Ebu Bekri i sinqerti, miku më i ngushtë i profetit Muhammed, besimtari i parë, besimtari më i lartë, ai sa besimi i tij po të peshohet me gjithë ummetin islam, peshon më shumë besimi i Ebu Bekrit. Çfarë? Të nesërmen kur profeti Muhammed nga pesha e madhe e kësaj ngjarje ishte ulur në Qabe, në mendime i vjen armiku i Allahut Abu Jahl, që ishte gjithmonë ngacmues, gjithmonë kundër fesë, gjithmonë për gjithë diçka që ta sulmoi profetin Muhammed dhe fenë islam. Ha Muhammed, çka ka sot? Domthon çka ka ndaj tre? Zoti im thot mbrëm me mori në udhëtim nga këtu thot edhe në Quds, Palestinë. Pastaj nga atje për në 7 qiell. E vërtet kështu tha? A ti tregoj të tjerëve? Tregoj thot. I thirri Kureshët, domthon sepse këtë priste Abu Jahli. Domthon shikoni çfarë prrallë, si mund thonë njerëzit ignorant që nuk besojnë Allahun dhe profetin Allahut. Tani është momenti i duhur që të fuste dyshimet edhe tek besimtarët, por t'i vërtetonte palës së tij jo besimtare që ja doli ajo që themi ne. U mblodhen edhe profeti Muhammed po i tregonte këtë udhëtim. Por e bukur edhe pse ata domosdoshmë e shfrytzuan si tallje, profeti Muhammed ja përshkruante atyre me detaje Xhamin Aksa, edhe Kutsin. Ndërkohë që s'kishte qenë asnjëherë atje, aty kishte njerëz që e kishin vizituar. Edhe në fund fare thanë, po, përshkrimi që bëre ishte i saktë, po ne se besojmë. Nga mohimi i madh, nga kufri i madh që kishin, nuk e besoni edhe pse domethënë i dha faktet më dha profeti Muhammed që ai kishte shkuar, e kishte parë. Madje i tregon detaje sa që thot gjatë rrugës është filan karvan, po vjen është kaq ditë larg, i paraprin kjo deve apo ajo deve. Disa detaje që tregojnë me të vërtetë që profeti Muhammed kishte ecë aty dhe e kishte parë. Pastaj kapën Ebu Bekrin, besimtari kryesor, përkrahasi kryesor. A di çka thon shoku jot, thotë që mbrëm në një udhëtim që ne na duhet një muaj, i thotë shkoj mbrëm, edhe jo vetëm deri në Quds, por u ngrit në 7 qiell, u kthye prap edhe në gjes ishte këtu. Tha Ebu Bekri, tha, a e ka thënë Muhamedi? Po. Muhamedi e ka thënë. Tha, ai thotë vërtetën. Pra, profeti Muhammed nuk gënjen kurrë. Pse s'kam asgjë që të pengoj që mos ta besoj një ngjarje të tillë. Me të vërtetë ka ndodhur sepse po e tha Muhamedi, ai nuk gënjen. Pastaj tha, unë besoj diçka më të madhe se kjo, tha, nuk e kuptoni ju, o qafira, jo besimtar.
Unë besoj, thot, lajmet që i vjen ati nga qielli mëngjes e mbrëmje, pra për çdo ditë. I vjen nga 7 qiell, Kur'an, edhe na i mëson suret e Kur'anit, ajetet e Kur'anit. E si mos i besoj të ngjarje. Tjetër gjë nga ky udhtim i kaq i madh që na tregon ne qëndresën fe që njeriu kurrë nuk duhet të lëkundet në besimin e tij, lidhjen e tij me Allahun Azza wa Jall. Është edhe kjo ngjarje e madhe që i ndodhi profetit Muhammed në këtë udhëtim në natën e Mi'rajit. Pra kur pa xhenetin edhe xhehenemin, ndër të tjera. Kur ishte në xhenet, i tha Xhibrilit, "Ç'është kjo erë kaq e këndshme? Ngjoj një aromë shumë të këndshme profetit Muhammed." I tha Xhibrili, "Kjo aromë kaq e këndshme, tha, është aroma e shërbëtores së vajzës së faraonit me fëmijët e saj." Shërbëtorja e faraonit ishte një grua që i krihte flokët, rregullonte, kujdesej për vajzën e faraonit. E dihet kush ka qenë faraoni, një nga tiranët më të egër që ka pa njerëzimi. Vrasësh fëmijësh që i vriste njerëzit kot, se kishte frikë se ndoshta do t'i marrin pushtetin. Tirani i madh që tha, "Unë jam Zoti juaj më i lartë", që i tha njerëzve, "Nuk keni Zot tjetër vetëm mua", që nuk toleronte që dikush thonte që kam një Zot tjetër që është Allahu, krijuesi i qiellit dhe tokës. Aq tiran i egër ishte. Atëherë, si ishte ngjarja e kësaj shërbëtoreje? Ndërkohë që një ditë i krite flokët, vajzës së faraonit i ra diçka nga mjetet që përdorte, edhe tha Bismillah kur e mori. Tha me emrin e Allah, me emrin e Zotit. Tha babai im, tha vajza, pra përmend emrin e babait tim, se ato vetëm ato njihnin Zotin. Jo, tha, Zoti im dhe Zoti i babait tënd, tha, to është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Tha, do t'i them babait, tha, thuaj, tha. Po që do thot kjo fjala thuaj? Do thot që unë jam bë gati tani që ta marr dënimin çdo që të m'japi ai faraoni, ama nuk do të heq dorë fare nga kjo fjalë që unë them Bismillah apo përmend Allahun Zotin tim. Atëherë faraoni kur e mori vesh, domethënë, me egërsinë që kishte, menjëherë dha urdhër të vijej një kazan i madh, hekur i metali, edhe të nxehej fort edhe të hidhej në të vaj. Pastaj i mori fëmijët e vegjël që kishte kjo grua bashkë me të. Edhe nisi që t'i hedh një nga një në këtë kazan të madh vëllezër. Ku nuk i mbeteshin atyre fëmijëve të vegjël vetëm se kocka. Normal që ngjarja është kjo, domethënë, sa trishtuese, sa i egër është domethënë. Ama sa i qetë ishte ky njeri domethënë. Kjo grua ka që dot. Se ishte domthon kishte në zemër besim të madh tek Allahu Azza wa Jall. Kishte qëndrim të madh. Edhe i tha faraonit, unë kam një kërkesë vetëm prej teje. Tha që ne kur të vdesim, kockat e fëmijëve të mi bashkojnë bashkë me mua në një robë të vetme. Këto do ta japim. Allahu na rrit. Kur ishte domthon me fëmijën e fundit që kishte fëmijë të vogël, fëmijë gjeri, deshi që u step për pak momente, i tha fëmia vogël, foli, mrekulli nga Allahu Azza wa Jall, që ta forconte më shumë këtë rob. I tha fëmia e vogël, tha, nëna ime, tha, mos hezito, hidhu, tha. Hidhu, tha, sepse dënimi në botën tjetër është më i madh se ky dënim në këtë botë. Pra ky dënim që na jep faraoni nuk është asgjë. Pra kjo ngjarje vëllezër e madhe të cilën ja ka treguar profeti ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në natën e Isra dhe Mirajit, është një mësim i madh për ne, që kurse si nuk duhet të lëkundemi para asnjë sprove në besimin ton. Gjithashtu në këtë ngjarje mësojmë se feja e Allahut është një. Allahu thot inna ad-dina indallahi al-islam. Feja e pranuar tek Allahu është vetëm Islami. Se Islam çdo do të thotë o besimtar? Islam do të thotë dorëzim ndaj Allahut, dorëzim ndaj Zotit krijuesit të qiellit dhe tokës, duke adhuruar vetëm atë një të vetëm, edhe duke u nënshtruar atij me bindje dhe duke u larguar, duke u distancuar nga idhujtaria, besimet e kota, besimet e zotave të rrem. Ky është Islami. Prandaj si i tillë Islami është i gjithë profetëve
Që nga Ademi a.s., Nuhu a.s., Musa, Isa, deri te profeti Muhammed, një islam është, një fe është. Feja e Allahut, pra çka kanë bërë ato profet? A janë nënshtruar Allahut, a kanë adhuruar Allahut? Ai kanë thirrë njerëzit në adhurimin e Allahut një vetëm. Po, një ka qenë feja. Prandaj dhe profeti Muhammed alayhis salatu wasallam në këtë udhëtim çfarë bëri? U fal me profetët e Allahut në Quds. Pra si imam, që tregon respektin që kanë profetët për këtë njeri, profetin ton Muhammed. I takoi ato në përqie për treguar çfarë? Që profetët janë një, që misioni i tyre është një, Zoti i tyre është një, rruga e tyre është një. Leje fetet që kanë njerëzit, to janë devijimet e njerëzve o vëllezër. Ama feja e Allahut është një. Prandaj dhe profeti jon Muhammed alayhis salatu wasallam thot, profetët janë vëllezër, vetëm se nënat e tyre janë të ndryshme. Pra janë vëllezër sepse thresin me një rrugë. Gjithashtu thot profeti Muhammed, shembulli im me shembujt e profetët e tjerë para meje, është si shembulli një personi i cili ndërton një ndërtesë. E ndërton shumë bukur ato. I vën tullat gjithë secilën tull në vendin e duhur. Mirë po mbetet thot në një cep një tullë vetë mbetet, pa u vendos. Njerëzit vinë në rreth e rrotull e shikojnë dhe thonë sa e bukur. Sikur të ishte edhe kjo tulla thot. Un jam ajo tulla thot. Dhe un jam vula e profetëve, pra jam i fundit dhe s'do të ketë më profet mas profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, në këtë udhëtim ne mësojmë vlerën e madhe që ka tek Allahu, tek ne muslimanët, tek profetët, tek feja e vërtetë dhe që duhet të jetë tek çdo individ Xhamia Aksa. Sa pozitë të lartë ka. Prandaj dhe jo më kot Allahu e bën të udhëtimin e çon profetin ton Muhammed që të ngrihet në qiell nga aty dhe takohet me profetët e Allahut nga aty. Ai është vend i shenjtë për ne muslimanët. Ai është e treta xhami për garancia. Mas Qabes, xhamisë profetit, vjen Xhamia Aksa. Një namaz në të është sa për 500 namaze në çdo xhami tjetër. Për cilën ka thënë profeti Muhammed që nuk mund të marrë personi udhëtim posaçëm, enkas do vetëm në 3 xhami. Në xhamin e Qabes, xhamin e time thot profeti Muhammed dhe në xhamin Aksa. Në këtë xhami pra që është xhamia e pejgamberëve, e duhet të jetë vetëm vendi i pastër, ku duhet të triumfojë dhe duhet të dominojë adhurimi i Allahut një të vetëm. Duhet dominojë sjellja e profetëve, duhet jetohet në atë vend siç kanë jetuar profetët dhe siç kanë urdhëruar profetët. Jo siç e kanë urdhëruar pisat e njerëzimit sot domethënë. Kur shkelin në të, po shtrojnë namazlit në të, i godasin, e djegin, çfarë nuk bën. Allah e pastroft atë vend të shenjtë dhe e çliroft Allahu sa më shpejt dhe na mundsoft ne muslimanëve që të falim namaz në të. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dhe besimtarë në këtë udhëtim madhështor dhe në këtë mrekulli kaq të madhe, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam pa ajete, fakte, dëshmi shumë të mëdha dhe ngjarje shumë të rëndësishme. Ne nuk mund të përmendim ato të gjitha në këtë hutbë se normal që kërkon më shumë kohë. Por do ndalem në një tjetër mësim të rëndësishëm, që është edhe i përhapur në mesin e njerëzve. Në këtë ngjarje pa profeti jon Muhammed ato që hajnë mishin e njerëzve. Kështu cilësohet nga Gjibrili alayhis salam kjo ngjarje. Pra kur ai pa në xhehenem Allahu në disa njerëz që kishin thonjë prej bakri me të cilët ato gërvishnin fytyrat e tyre edhe kraharorat e tyre. A di çfarë do thotë domun ti ta gërrisësh domun fytyrën, pra dënonin veten e tyre në këtë formë në xhehenem, Allahu na ruaj. Dhe kur e pyeti Gjibrili alayhis salam, Gjibrili alayhis salam profeti jon Muhammed kush tha? Tha janë ata që hajnë
mishin e njerëzve. Pra janë ata njerëz të cilët bien në nderet e njerëzve, përgojon të tjerat, mundohen të ulin personalitetin e tjerët, pozitën që ka tjetër. Pse vëlla musliman duhet ta ulësh tjetrin? Pse duhet ta ulësh ti tjetrin? Pse çfarë të mundon ty që dëshiron që ai të tjerë dëgjojnë për të keq, të tjerë ti ta shash në sy të tjerëve, ti ta ulësh në sy të tjerëve? Pse? Çfarë do fitosh ti me këtë? Çfarë të mirë do marrim ne kur përgojojmë të tjerë, kur ulim të tjerë? A ke mundësi ta këshillosh? A ke mundësi të bësh kaq që ai të jetë në rrugën e duhur? A ke mundësi që ti ta ngresh atë? Se duhet ta ulësh. Ky është moral shumë i keq, shumë negativ. Prandaj dhe dënimi në botën tjetër është kaq, domthonë i përshtirë dhe kaq i rëndë. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na udhëzojë në rrugën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun Azza wa Jall që na mundsoj të përfitojmë nga sira, nga jetë shkrimi i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që aty paraqitës ka dyshim një pjesë shumë e madhe e rëndësishme e fesë tonë. Dhe e mbyllim të hutbe duke thuar salavat për profetin ton Muhammed, sepse Allahu ne na urdhëron në librin e tij që të dërgojmë salavate. Pra, salavate dhe selame të lutemi për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku ai thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم